në shkollë të mesme, veç të klasa jonë, kemi pas 5 shqiptar. 5? 5. Jemi kon 5 prej 30 studenta. Gati gjitha klasë ka pas 2 deri në 5 shqiptar. Ka pas shumë shqiptar. Edhe rajonin ton Londër është nuk ka njëri që nuk din për shqiptar. Se jemi numër të madhe, elhamdulillah. Elhamdulillah. Ju aty në shkollë, a ka ndodhur që keni folë edhe shqip? Tash fatkeqësisht të na shqiptar të ndodh shumë shpesh që kur jemi me grup shqiptar, me qëllu për shembull njëri jo shqiptar, ose mos më kon hiç çaj jo shqiptar. Na bim me herë më fol anglisht, jo shqip. Që kjo më ka pengu edhe mu shumë, se unë gjithë kum pas qef më fol shqip, gjithë kum pas qef edhe me shoqnin teme, veç shqip më fol sa ma shumë, hajgard me bon shqip, bisedat me bon shqip, si për serioze, si për komedi, me pas sa ma shumë në gjuhë tonë, se na kena më fol anglisht, so është frika me hup anglishtin, e kundër ta është që fëmija e hup shqipen. E vërtet. Çka ka të veçantë për ty në Londër, Enes? Për mu, një sen shumë e veçantë që ka Londra është një prej qendrat botës. Në Londër ki njerëz prej çdo kulturë, çdo vend botë, mbledhur me një vend. Londra është 8 deri 9 milion banor. E ti ki mundësit tulli farnjire me taku edhe me mësu prej të. Me mësu të mirën është fjala. Edhe që kjo më ka formu mu si person ku jam sot me horizonin e zgjerum shumë. Nuk jam njëri që marr veç prej një vend, po kam qef prej këndo që takoj mu mësu prej ta, mu marr informata të reja për kulturë tjera, historia tjera, edhe këtë që kom pas eksperiencë është e kom marr kushdo. Nëse ka pas diçka të mirë, e kom mujt me marr, e kom marr. Nëse ka pas diçka keq, se kom marr. E që kjo është bukuria e Londrës, gati çdo qytet shumë e madh, që e ki atë mundësin më pas interaksione me njerëz të ndryshe. Edhe me këthy ka ana e shqiptarve, në Kosovë, kemi taku me shqiptar të Kosovës. Në veri të Shqipënisë kemi taku me shumic shqiptar të veriut. Në Maqedoni me shqiptar të Maqedonisë. E ku do në treva shqiptar. Ama në Londër, unë e kam shoqni shqiptar prej Preshevës deri në Qemeri. E kam përzim. Të më thonë edhe krejt shqiptarin e kam në Londër. Kom mësu për shqiptar të Sarandës, Gjirokastrit, të Korçës, të Shkupit, Kërqovës, Dibrës, Ulqinit, Preshevës, krejt, në fakultet. Krejt keni qenë student? Po. Qeni taku. Shumë e mirë kjo, po pavarësisht numrit kaq të madh të banorëve që i përmende 8 milion ose 9 milion në Londër, ti prap vajzën e gjete në Kosovë. Po. Qysh ka qenë kjo pjesë, Enes? A ka qenë tendencë e jotja që gjithsesi me qenë, apo familja, apo qysh se zakonisht tentohet me u majt ajo? Por mu e vetme tendencë që u kanë, është më kanë vajza mas pare shqiptar. Edhe më kanë vajzë fetare që ku me qu jetën me ta, të njetën. E në dynja, e në ahiret. Nuk kom pas shënim më kanë prej Kosovës, ose prej një vendit. Por muve që u kanë dikush që është qike mirë, prej familjes të mirë, qysh ura atë puna fati. Jem kanë në Kosovë, edhe më kanë thonë që është një qikë, unë kom thonë jem interesu, edhe hap mas hape, jem ra që shte me marë vajzë prej Kosovës. Edhe kritë këtu cilësi ose që i përmende, i kishe gjetë të fjolla, elhamdulillah. Elhamdulillah.